Mirëmbrëma, jemi në ditën e 11 të demonstratat të protestave dhe ende nuk kemi një artikulim të tyre, ende nuk kemi një konfigurim të tyre. Janë vetëm disa njerëz që dalin edhe protestojnë që s'janë dakord me qeverinë, që duan Ramën në burg, Berishën në burg, por mekanizmin se si do t'i fusin në burg këta njerëz dhe si do ndryshojnë sistemin politik, një artikulim rreth kësaj neve ende nuk e kemi parë. Gjithashtu ka teori të ndryshme mbi organizatorët. Organizatorët janë një gamë e cila ose mund të jenë shkaktarët ose mund të jenë bashkangjitur. Gjithashtu kemi edhe ngjashmëri. A do t'i ngjaj protesta e shqiptarëve asaj të grekëve diku, nëse e mbani mend, apo të serbëve, e cila është protesta e cila së fundmi është shuar mbas 2 vjet përplasjesh me presidentin në fuqi duke mos ja dalë. Për diskutuar rreth tyre dhe cilët janë organizatorët, kryesisht të përpiqemi të deduktojmë, sepse neve nuk kemi informacion, por neve s'kemi as shërbim sekret që ta marrin vesh. Nuk besoj se shërbimi jon sekret ka gjë në deregje për këto pika. Do diskutojmë me një njohës të mirë të Shqipërisë, Ballkanit dhe diplomacisë, kolegun tim Ben Andoni. Ben, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëse që. Kënaqësi si gjithmonë të të kem në studio. Dua ta filloj nga perceptimi parë, si të duket si protest? Personalisht kam qenë që ditën e parë dhe vazhdoj çdo ditë më shumë si në një ndjesi të përzierë solidariteti, po edhe për të marrë një ndjesi. Kam përshtypjen se gazetarëve u bën shumë mirë lëvizje të tilla, sepse shikojnë flukse sociale dhe volimin e tyre. Ju bët shumë mirë që sollot disa raste ballkanike. Në fakt, unë jam më familjar me rastin bulgar dhe sidomos me rastin serb. Protestat ditën e parë, ditën e diel, jo kësaj jave, javën që kaloi, çuditërisht kishte një grupim të madh njerëzish, bajagit të madh, i cili kontrastonte shumë me përpjekjet që kishin bërë parti së fundmi si ajo e zotit Lapaj, opozita që ka rreshtur prej kohësh e zotit Berisha, por numra shumë më të mëdhenj. Artikulime, si them, jo nacionaliste se sa shfrime, dhe në fakt ishin të drejta. Ajo që ndodhi para policisë së shtetit ishte e paimagjinueshme. Në Zvërnec. Në Zvërnec. Mbas 2 ditësh, artikulimet filluan të bëheshin politike dhe ç'ishte më interesante, fluksi filloi të shtohej dhe kishte një lloj sinergjie për sa i përket atij mllefit të përgjithshëm që njerëzit kanë. Unë besoj që dhe ju ndani shumë shqetësime për sa i përket përballjes së civilit shqiptar, të themi homo albanicus me administratën e tij, me burokratët e tij. Dhe një moment me dika aty që pretendonte si kështu i thash diçka, mos harroni që bashkëmoshatarët tuaj, sepse unë jam fasha e cila kaloi dhe komunizmin, është dhe në këtë kohë dhe ne jemi në fund të kësaj kohe që do jemi aktiv, të cilët po shohin që po përballen me brezin tuaj dhe brezi juaj është një brez shumë problematik. Dhe ata po e bëjnë korrupsionin në kadastër, ata po e bëjnë korrupsionin kudo. Dhe Rama vërtet është kryes simboli për ju i të keqes, po ne të keqen e kemi përballë. Dhe Shqipëria nuk ndryshon me fjalë, Shqipëria ndryshon me struktura, Shqipëria ndryshon me mentalitet. Filozofin tha mua mund të bëhet në vend tjetër, po turma ka logjik tjetër. Po, kjo është e drejtë, thash. Por, dhe të nesërmen... Ka një problem që turma nuk të çon kund. Të nesërmen, i thash diçka do e shpreh ndryshe. Dhe shkrimi që bëra ishte kjo, po e them vetëm titullin. Entuziazmi e mbyt ndryshimin. Në çfarë sensi? Duke marrë rastet e vendeve ballkanike. Entuziazmi shumë i madh. Në Beograd ka qenë i jashtëzakonshëm, zoti Ila. I jashtëzakonshëm dhe përfshiu, unë mbaj mend shumë me intelektual miqtë mi që më flisin nga protesta me ingazëllim, thuaj se për herë të parë po shikonin themelimin e Republikës së tyre, nga Federatë, Republikë dhe një gjë e madhe.
që nuk ishte më era Xhinxhiç, po ishte një erë krejt tjetër. Shkëlqimi ishte shumë i madh pastaj. E para që për fëmijët e tyre, ora ne po ju mbajmë në shkollë, dhe ju nuk shkoni në shkollë, ju nuk keni mësuar asnjëherë. Tash ju rini protestoni dakord për çfarë do bëjmë. Okej, ju bllokoni rrugët, po ju bllokoni vendin, si do jetojmë, si do të nxirren parat, si do funksionojnë universitetet, si do hidhet poshtë zoti Vučić. Çuditërisht Vučić e ndjeu shumë mirë presionin dhe bëri diçka, aso kohë përmendi një element zoti Ile që dohet ta ndaja me ju. Në vitin 68 në ish federat krejt ndryshe nga ne, edhe për shkak të izolimit, ka pas protesta, madje edhe në Kosovë. Po ndërsa në Kosovë kishin dhe tis nacionalist dhe ishin të arsyeshme, sepse sa vitet e famshme të protestave, baby boom, ata që quhen. Po. Në Serbi, për shkak të frymës së të majtës, për shkak se ata kishin ndikime direkt, sepse një pjesë e tyre ishin në emigracion dhe Serbia ka shumë lidhje me Francën. Shumë djenin tuaj t'ju them një referencë kulturore, në lëvizjet surrealiste kulturore franceze ka pasur dhe shumë serb. E kuptoni, do më thënë, ngritjen kulturore. Dhe erdhi momenti që këtë në 68-ën e sollën në ish federat, në Zagreb, në Beograd shumë më tepër. Dhe Tito bëri diçka. Jo vetëm i falenderoj, sepse pa shumë mirë çfarë po ndodhte në Francë, Paris, ju doq Parisi. Parisi ishte Marguerite Duras, personalitetet të jashtëzakonshme. Ishte vetë nobelisti i madh e tjerë kështu. Dhe tha, ju na mësuat shumë atë që ne nuk parinim ta kuptonim se çfarë çfalonte me ne. Dhe një pjesë të tyre filloi të merrte dhe të integronte në pushtet. Por ata kishin filluar të artikulonin gjëra politike, kishin filluar të artikulonin gjëra për ndryshimin dhe mënyrën se si duhet ecte federata. U largova pak nga tema. Jo, Serbia ishte pjesë e temës. Në këtë sens, këtë ju kërkuan nga serbët në këtë kohë. Ata kishin ndryshe nga ne. Ata kishin 15 arkivole para syve tyre. 15 arkivole. Ka edhe një diçka, Beni, në qoftë se qëndrojmë prapë te Titoja, që mos bëjmë kapërcime kohore. Në 68-ën edhe Shqipëria pësoi një lloj lirimi të lakut. Po si duket e Beroxha u tregua më perfid, e la deri në 74-ën që u ul vala në gjithë Europën dhe pastaj filloi të priste koka, sepse se kishte më njëri vëmendjen televizjet revolucionare. Ndoshta. Sepse po ta shohësh, fryma më e madhe e liberalizmit të Shqipërisë ndodhi midis 68 dhe 72-shit. Ashtu është. Madje 72, 73 ka pas ngritje të jashtëzakonshme. U lejuan kanalet italiane, festivalet, mbajtja e kaubojve, flokët e gjata, veshjet e tjera. Dhe, si duket, Hoxha u tregua më dinak se sa Titoja, i la dhe pastaj ju këputi kokat. Ndoshta Titoja nuk e bënte dot edhe për shkak të kompozimit nacional të Jugosllavisë. Ai mendonte, në rastin e Shqipërisë, ai mendonte që kishte shkuar jashtëzakonisht shumë dhe ai nuk mund të menaxhonte dot më. Kurse në rastin e ish Jugosllavisë, ata menaxhoheshin sepse ata mund të dilnin jashtë dhe ata e kishin zgjedhur këtë rrugë. Dhe një pjesë njerëzve të botës kulturore filluan tani të bënin një jetë akademike jashtë ish Jugosllavisë. Nuk i pegonte dikush. Kurse duke ardhur shumë pas tek ne, ajo që shikohet nga dita në ditë, entuziazmi vazhdon. Për mua risia e ditë cila është, zoti Ila, mënyra e protestimit të shumë individëve që kuptojnë të kakofoni dhe nga mënyra e tabletave që ata mbajnë. Të lutem, se po më kalon nga Serbia në Shqipëri vazhdimisht. Dua ta mbyll një temë, sepse kjo më shërben pastaj edhe për t'i veçuar në emision. Qëndrojmë te Serbia. Pastaj do kthehemi te Shqipëria pa kaluar te Bullgaria. Serbia kishte 15 arkivole përpara. Pse nuk e rrëzuan dot Vučićin? Dhe çfarë lidhje ka me 68-ën Vučić? Vučiću në fakt është brezi 68. Është pyetje shumë e mirë. Në rastin e Serbisë, ata donin ta mbanin vendin pending, pezull, dhe donin që Vučić dhe gjithë qeveria e tij të jepte dorëheqjen dhe ndryshimi të bësh një ndryshim idealist.
Dhe opozita e para që ju afrua, ata e shtyn, por jo që e larguan. Dhe sensi ishte që ai përgatisim një listë njerëzish. Por pak më përpara ishin bërë zgjedhje dhe opozita e tradhtoi publikun, sepse protestat filluan në fakt përpara ngjarjes në Novi Sadit, filluan me opozitën. Dhe ata premtuan që në listat tona do fusim shumë intelektual, do fusim dhe shumë mësues. Në fakt erdhi dita zgjedhjeve dhe u vendosën militantët në pozicionet e mira. Dhe ky është zhgënjimi i parë me publikun. Ata menduan se studentët do bënin këtë, por tani prisnin ravizimin e një liste publike. Dhe kjo ju kërkua rektorit të Beogradit, i cili ishte i pari që filloi të bënte artikulime institucionale. Rektori i Beogradit quhet Gjokic, ishte shumë i qartë sepse paraqiti gjithë problemin arsimor edukativ të Serbisë. Në dinin tuaj duhet të them diçka. 2 kapituj që ka mbyllur Serbia deri tani është kapitulli i arsimit dhe kapitulli që lidhet me pjesën e inovacionit. E kuptoni paradoksin tani? Dhe ai filloi të artikulonte për pjesën mësimore, po me këtë rast edhe duke tatuar studentët që do i shkonin kësaj vazhde, do fillonin tani të artikulonin mirë e tjera e kështu. Ata vazhduan vëmë thekse politike, kanë shtuar thekse nacionaliste shumë, dhe mbi të gjitha pjesën e supremacisë Serbisë. I përsëritën tani para pak ditëve. Përsëri pati masivitet, por ndryshe nga më përpara. Publiku nuk është se nuk do t'i ndjeki, po është gjithmonë refrektar. E para sepse nuk mund të vazhdoj gjithkohon të dëgjoj slogane, pa pasur parasysh që të bëhet ndryshimi. Vojtën 1 vit e ca me bllokime rrugësh, me bllokime shkollash, me pasoja për familje, se për shembull një familje që ka fëmijë në shkollë dhe nuk shkon në shkollë. Humbet vitin, humbet vazhdimsi. Po ti mban një njeri i cili nuk bën asgjë. Ndërkohë që e gjithë pjesa shkollore, mësuesit dhe të tjerë merrin vetëm 50 euro me kuota e dinarit, me Do thosh që të jemi të qartë, këta njerëz duke pasur frikën e partive politike, tregon edhe një lloj primitivizmi, sepse primitivizmi një sjellje paraurbane, sepse këtë që e shohet edhe këta, ti në qoftë se ke një mendim politik, duhet të dish ta konkretizosh, me parti realizon. Jo, kjo e para për shembull, ata duhet kishin njerëz e para nga fakultetet e drejtësisë, fakultetet e studimeve politike, fakultetet historike dhe mbi të gjitha njerëz të botës akademike që mbas shfrimit të fillonte logjika se si do bëhet ky transformimi i pushtetit. Rama tha diçka që ishte shumë cinike në fillim. Orë mirë, dakor, unë po jap dorëheqjen. Po mirë, si do i zbatoni, si do i realizoni 4 kushtet e tjera që keni vendosur? Se do prishet qeveria, ç'a do bëni? Kjo jo vetëm ata nuk i ngacmoi, siç duhet i ngacmoi tani çdo lëvizje Ramës që në mendimin tim ka bërë disa lëvizje jashtëzakonisht të gabuara, por duhet i bënte që të maturoheshin, të piqeshin më shumë. Atë vazhdon pjesa kush të marri pjesën që të artikuloj, që të flasi. Në mendimin tim, është një status i madh social shqiptar në këto momente. Më besoj që shumica e njerëzve që dalin aty nuk dalin për protestën në vetvete, dalin për problemet e tyre. Domethënë, duket sikur dalin për të parë e zëmtanin që e din gjithë që ka 25 vjet që ende të gjyqeve. Është një tjetër e zëm që ka një problem tjetër e kështu. Dhe është një lloj solidariteti social që i bashkon të gjithë. Por shikoj tani që kjo pjesa mjedisit është vërtet aktive, po është më shumë aktive në pjesën institucionale, për shumë me të drejtë asaj që kishte paraqitur një zëvendësministër e zotit Rama nga pjesa e shoqatës ornitologëve, ishte treguar e detajuar që nuk ishte vërtet ajo që thoshte dhe të tjera. Por zëri këtyre po shmanget tani, nga dita në ditë.
Dhe ja ku jemi. Atëherë, për sa i përket anës ekologjisë, më duket se tashmë ka mbetur vetëm një sebet të cilin po e përdorin më tepër jashtë, apo jo? Nuk është se po përdoret këtu brenda. Unë nuk besoj që kanë ndjeshmëri shqiptarët për ekologjinë. Kemi duke folur për një vend i cili pjesa e publikut jo. Në mas të madh, sepse njerëzit akoma hedhin letrat në tokë. Njerëzit bëjnë pisku të mundë. Duke u kthy, ti mund të ndalosh në autostradën Vlorë-Fier dhe ke të mbushur me copa letrash, copa shishësh që hedhin anës autostradës. Nëse shkon në Zvërnet, në atë pikën që e qajnë, është mbushur me plera. Pylli i sodës është një skandal i vërtet, vetëm tash së fundi kanë filluar e pastron bashkia. Domethënë kemi të bëjmë me një katastrofë ekologjike ku mendoj që këta fenikotërët, pelikanët janë shqetësimi fundit i gjithë atyre që shkojnë aty dhe shqetësimi fundit edhe i këtyre që protestojnë këtu. Sepse po të kishin janë të ndarë. Pjesa ornitologëve më besoj që janë vazhdimisht kërkues, po zëri tyre ka humbur në eter gjithkohën. Më besoj që janë në mënyrë frekuente, sepse kjo është mënyra se si marrin fondet. Po. Që ngren zërin, paskush nuk i vë veshin. Si vë veshin. Ju e dini shumë mirë që keni të drejtë me këtë pjesën e plerave dhe po mos ishte incidenti, dhe pjesa e rrethimit. Jo, do i rekomendoja një pjesë të fondeve që marrin si OIF mund të paguani një makinë me 5 punëtor, të jepnin dhe një dorë vetë i pastronin. Nuk besoj t'ju them diçka, gjithmonë më shumë njerëzit e mjedisit, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në Europë mezi e përballojnë më. Çfarë mezi përballojnë? Nuk e përballojnë dot mbijetesën e të themi të organizimeve të tyre. Prandaj janë rrudhur jashtëzakonisht. Nëse kanë fonde për të bërë protesta, besoj... Nuk besoj se fondet janë fondet e tyre. Dhe po t'i shikosh me kujdes, ata nuk janë më në protest. Ata u përdorën ditët e para, ata i dhanë emrin protestës. Ata po vazhdojnë po përdoren, pak në kjo kaos po vazhdojnë po përdoren. Nuk besoj që po përdoren. Tani kauza është ndaj Zotit. Ka edhe mirë, ai lejlekët prej kartoni vazhdojnë e dalin. Dalin është simbolika që i ka bërë protestës. Po përdoren nga bota për këtë kaos po përdoren, nuk po përdoren për autoritarizmin e Ramës. Unë thash pak më përpara që ne të dy e dim shumë mirë që Zoti Rama është mjeshtër i komunikimit. Dhe mund ta menaxhonte këtë kohë, këtë moment jashtëzakonisht mirë. Për mendimin tim nuk e ka menaxhuar mirë. Dhe çfarë është shqetësuese Zoti Ila? Edhe besoj se varin nga Rama Ben, sepse e kapën në perëndim edhe sigur Rama t'ju lironte lejlekëve shpinën e vet, nuk... Të them një element tjetër. Keni parë diçka këto kohë që momentet më të vështira Zoti Rama ndihet vetëm dhe është vetëm. Sepse këto momente duhet kishte edhe njerëz tjerë nga Partia Socialiste që dinin dhe diçka tjetër që duhet të ndaj me ju. Është e tepërt festimi në formë zinxhiri 35 vjetorit të Partisë Socialiste. Është një lloj e kuptoj. Parade force që ju bën manifestuesve. M'fal, pa të mund ta bësh për 40 vjetorit, këtë mund ta bësh si takim mirëfilli me strukturat e tua. Në një botë ideale, po. Po është qësëndi shumë e madhe në momentin që në Tiranë protestuesët kanë mbushur sheshin. Dhe ç'është me keqja Zoti Ila është kjo që... Shiko, Rama nuk është ekologjist, Rama është politikan, nuk duhet i bën faj në këtë pikë. Nuk e di se çfarë është Rama, por në këto momente më besoni... Një politikën mirë për këtë jam gati të... Më duket se është më shumë xhongler se politikan. Sepse po të ishte politikan, do ishte pak më modest. Shiko, a i shërben më tepër vetes vet, apo i shërben vendit, kjo mbetet për t'u parë dhe për t'u diskutuar. Unë mendoj që Rama është një politikan i cili duke qenë shumë narcist dhe egoist, mendon që emri i tij do mbetet duke bërë diçka për vendin. Kështu të paktën e mendojmë për shembull ta zëm Tiranën, mendon që duke i ndryshuar skyline-in e saj, duke e bërë me kulla, do thuhet që është bërë në kohën e Ramës. Por duke u kthyer çështjes së Zvërnetit, çështjes ekologjike që ti marrim njëra me tjetrën. Duke u kthyer çështjes së Zvërnetit, mendoj që është një problem i cili u kap nga perëndimorët dhe po mbahet në ajër nga perëndimorët, sidomos nga e Majta. Unë pash për shembull Ilaria Salus, një eurodeputete e Majt, e cila është një rrugaçe në fakt, sepse vajti sulmoi fizikisht disa protestues të djathtë në Hungari në konceptin tim, se për disa mund të jetë atentatore. Pjesa e kësaj po.
Mund të ruhemi nga pjesë. Dikush e shikon si atë si heroinë, po në momentin që ti sulesh dikuj tjetër që është në punë të vet, domethënë ka mbaruar mitingu, ti je duke ikur në punë të vet dhe kjo të sulet se ti mendon ndryshe ideologjikisht, po të ma bënin mua, unë do mendoja që ishte një rrugaç që ma bënte këtë. Se më ka ndodhur për shembull duke kaluar Rama në Burg, Berisha në Burg, ishin dy berber që po ngroheshin në diell, as punonin as bënin dhe kishin mendje të merreshin me mua. Për mua janë rrugaç. I ke qef në një kokë aty, pastaj dili mbas dite se ndaj unë Rama në Burg, Berisha në Burg. Po janë thjesht rrugaç në këtë koncept, në konceptin tim, Dhe kjo bënte sigurt që po të vi zoti Berisha atje të qethet, ata do dalin me dy kishtë atje do thonë Berisha hero. Patjetër, nuk të gjithë këta presin që u fërkosh pa kokën edhe çohen që të gjithë. Por e kam fjalën që kjo tha të bashkohemi me vëllezërit shqiptarë në njërin e tjetër. Është kjo e majt italiane e cila është sjellur në mënyrë më të poshtër me Shqipërinë në kuptimin edhe djathtë italiane. Domethënë janë të dashuruar me Serbinë dhe neve na shikojnë gjithmonë si nevojtorja e Ballkanit. Bernie Sanders s'është zë i vogël. Domethënë këta duan të nxjerrin Beni i natin me Trumpin, kjo frustracionet e veta të një të majte që nuk po gjen dot veten, është tamam si kjo protesta ku janë LGBTQ-t, islamistët, fundamentalistët. Shikoj, duke pasur parasysh këtë konglomerat, duke pasur parasysh që këta nuk po konfigurohen, është një eksperiment i mrekullueshëm për zotin Rama të kuptoj tashmë përballjen e pushtetit të tij dhe të kontrolloj me këtë rast edhe njerëzit që ka afër. Në dy arsye. E para, që askush nga ata nuk di të artikuloj qartë problematika dhe nga ana tjetër, askush nga ata, ose edhe vetë zoti Rama, nuk po arrin të kuptoj që pse këta njerëz befas u bashkuan, atë nuk janë të bashkuar. Atë thjesht secili, ma beso, është një ishull në vetë, ose ka grupe që janë ishull. Madje ka herë mbas here, ka organizime të tilla. Për shembull, është një grup i një organizate X, që nuk e identifikoj dot, që kalon atje, bën një paradë të vogël mes njerëzve ikën. Ka njerëz me banderole që i mbajnë vetë, që secili do të bëjë një lloj garimi për atë se si ai shikon Shqipërinë dhe çfarë i është bërë Shqipërisë. Në të vërtetë ju e dini shumë mirë. Atë që është bërë me kadastra në vendin tonë, atë që është bërë me pronat është e paimagjinueshme. Por vim pastaj te kjo. Kur ti thua Shqipëria e re, ti nuk arrin të kuptosh që ky eksperiment më mirë se sa komunistët nuk mund ta bënte dot askush, se ishin brenda një gardi. Kuna çoje. Eksperiment, një inxhinieri sociale. Një inxhinieri sociale është kuna çoje. Dhe kjo Shqipëria e re nuk është thjesht se janë këta njerëz në moshë shumë më të ri se ne po e bëjnë. Por kjo Shqipëria e re duhet të fillojë në atë që ju e thatë me të drejtë, mos hidh ca plera atje. Ose bëni një grup njerëzish që doni të ndihmoni, bëni pastroni vetë, po pa marrë kamerat me vete. Thjesht mund ta shkruani, sot ne pastruam këtë. Nuk i shikon këto aksione këne. Prandaj është e çuditshme kjo që befas të gjithë u bashkuan aty. Dhe ti thua, po mirë atëherë, po a mund të thoni bashkëqytetarëve tuaj, bashkëmoshatarëve tuaj që mos vidhni më në kadastër kështu? A mund të themi njerëzve që punojnë në këto institucionet ku verifikohen tenderat që ikin pafund, që mos e bëni më këtë, se na dëmtonin të gjithë. Jo, këto nuk shtrohen fare aty. Po, atëhere, Beni, po, flasim për ndikimet huaja. Gjithmonë dihet që asnjë, çdo shërbim sekret i ka në manualin e vet këto operacione psikologjike që quhen. Ku është një bërtham organizative, e cila si ajo përplasja e krave të fluturës që shkakton Ortegun, që lëviz një. Dhe te neve janë instaluar shumë mirë OJQ-t, të cilat në fakt vetë Shtetet e Bashkuara i quajnë agent të huaj. Sepse janë agent të huaj, të deklaruar, por marrin fonde prej dikujt, bëjnë prej dikujt.
Po, është ajo historia këne që erdhen, morën ata që ishin me jojo që me origjinë egjiptiane, mos gaboj, janë marrë nga vendi jonë dhe ata janë varur. Me njerë, do më thënë, është ka rast. Varicia, më duket, nuk i varëm neve. Jo, ne se kemi dënimin, por... Pra, ishte CIA që i mori dhe u hapë dhe një proces e i kaluan nëpërmjet Italisë që shkuan në Al Nagarin, mos gaboj, që e kishte një prej tyre. Dhe i quan në Egjipt që i varën. Por e kam këtu që ka ndikime të huaja. Për shembull, ta them, Gjermania ka një kontradiktë shumë të hapur me Ramën që nuk po harrin ta qepin. Dhe ka një shtrirje pothuajse kapilare në Shqipërinë përmjet fondacioneve, ndihmave etj. Është Turqia, e cila ka një ndikim shumë të madh nëpërmjet xhamive. Ai që quhet Islami politik. Kam frikë se mund të kenë dorë edhe Shtetet e Bashkuara, po jo politika zyrtare, janë këto shërbimet e devijuara që quhen, pjesë të administratës të cilët nuk janë dakord me Trumpin dhe dihet që në Washington, DC, 83%, ku Washingtoni është administratë, votoi kundër Trumpit. Pra, kemi një ndikim të tillë, pastaj këta që dalin dhe thonë që ja, unë s'jam agent grek, s'jam as agent rus, këta më bëjnë të qesh, pastaj se kujtojnë se nuk e din pozicionin që kanë, jenë thjesht mbushës topi, ata që afrojnë arkat në ose që... Zoti Rama ka thënë që për pak ditë do japi evidenca zyrtare të ndikimeve tuaja. Unë besoj ky do jetë momenti që ne do arrim të gjykojmë drejt për çfarë bëhet. Nga ana tjetër, po të shikosh ndikimet e tjera, mendoj që ka një lloj teprije se ne nuk kemi qendra e botës, por se ajo që më habit personalisht është karburanti që e mban këtë sinergji sociale. Do të thënë njerëz që nuk ngrihen për arsimin që këtu është në kuotat më të ulta. Njerëz që nuk ngrihen që ne jemi... Bini, mendoj që është kthyer edhe në një rutinë adrenaline. Unë të thash, isha në promovimin e një libri në teatrin e operat dhe baletit dhe po nga shikoj sheshi Skënderbej, vinin val, nuk është se kishin në ora 6, kishte ardhur bërthama kryesore, pastaj vinin 6:30, 7:30, deri në 8:15 që ndrita unë te ky promovimi, pastaj ika, shikoja që ishin val njerëz që shkonin një pas tjetrit. Unë mendoj që personalisht pjesëmarrësit aty, pjesa më e madhe, 98% nuk janë të organizuar. Janë njerëz të frustruar nga jeta. Njerëz që për faj të shtetit kanë marrë një arsim skadent dhe sot nuk gjejnë treg pune. Domethënë në një farë mënyrë kanë blerë një diplomë. Unë të them që është pak të ndryshe. Një pjesë atyre janë në punë. S'më le ta mbaroja. Një pjesë atyre janë në punë, po kërkojnë promovimin dhe mendojnë që është sistemi që ndalon promovimin. Do me thënë, janë në punë dhe duan të shkojnë të bëjnë drejtora. Mendojnë që janë të zotë të bëjnë drejtora, po nuk funksionon nëpërmjet protestës kjo punë. Kam frikë në të gjithë këta. Ti nëse ke një arsim të dobët, duhet t'i futesh një rikualifikimi, por ndryshe nuk ka çfarë të bën as Perëndia, se ky është tregu i punës, është shumë privat. Po të them një element, këtu edhe në bazë të formimit, në bazë të rekrutimeve që bëhet dhe meritokracia që ekziston tek ne. Dhe kjo është temë që ne të dy e kemi diskutuar lë shumë për të shëruar. Mersi. Kjo është arsyeja që po e them që një pjesë e zyrtarëve të zotit Rama duhet të ishin protest, shikonin çfarë çalon përpos ndikimeve që për mua është detyrë e shërbimeve tona. Do të thonë themi, i kemi idealizuar, ka një lloj miti për ta, po ata nuk ekzistonin dhe kur zoti Agazi ishte në mes të blogut, ose për kundravajtje të tjera të zyrtarëve tanë që janë tani përpara drejtësisë. Nuk e di për çfarë duhet shërbimi informativ. Ju e dini që ka kundër zbulimit që merret me agjenturën e huaj, po ka dhe sektor tjerë që merret me problemet e vendit, apo jo.
Dhe problemet e vendit janë shumë të mëdha. Dhe ju, Zoti Ila, e dini shumë mirë që edhe me një rit zakonshëm bisedosh, përveç njerëzve të medias që një pjesë janë paradoksal fare tek ne, që ti merr vesh informacione që thua, po mira, mund të jenë vërteta këto, dhe që mund të jenë fillime indicish për ata. Por kjo nuk ndodh. Beni, mendoj që suksesi më i madh i shërbimeve të huaja këtu ishte ajo parulla e famshme e djallit. Suksesi më i madh është të bëja botën besonte që unë nuk ekzistoja. Dhe shërbimet sekrete dhe propaganda e tyre, që është shiqare dorë e tyre, është që janë këto shërbime sekrete, ç'kujt i duhet Shqipëria, çfarë i duhet Shqipëria. Unë të them vetëm një element. Peshën specifike që ka Shqipëria, pas ka se ne na pëlqen shumë të ashtu, nuk besoj se do bëjë diçka. Dhe kjo varet nga protestuesit dhe nëse do vazhdojnë dhe disa ditë në këtë lloj mënyre, thjesht të artikulojnë mlefin, po jo logjikën e ndryshimit. Logjika e ndryshimit është ajo që po pritet nga shumë njerëz tani, qoftë nga brezi jon. Okej, le të vinë. Çfarë konkretisht? Konkretisht, kjo pjesa tranzicionale që quhen ata, pa çka se unë e di shumë mirë që tranzicioni në një shtet ndodh kur ndrohet kushtetuta. Atëherë është tranzicioni i vendit. Ne nuk kemi tranzicion tani, ne kemi një kushtetutë, ne kemi një shtet që funksionon sipas mënyrës tonë, edhe kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër, duhet fillonte në mendimin tim artikulimi që nga gjërat më të thjeshta, sensi, le të kthesh edhe një herë për shqyrtim me grupet e interesit, ligji për zonat e mbrojtura, që lë shumë për dëshiruar. Dhe opozita është pjesë e saj. Ligji për cilin, në mos gaboj, Zoti Rama ka thënë kohët e fundit, ose ka lënë të nënkuptoj ligjin e investimeve strategjike. Dhe ky është një hap i mirë për të vazhduar më tej. Por ka dhe një element, Zoti Ila, që dua ta ndaj me ju. Politika nga dy krahët, po vuan jashtëzakonisht atë që flitet për referendumet. Jo vetëm duhet ta përgatisnin ligjin dhe mos ta shtynin. Çuditërisht e ka bërë Partia Socialiste dhe nuk e lejon Partia Demokratike të shkojë më tutje, po ti e kishe të kanalizuar, ti e kishe me listë njerëzish të cilët kërkonin ndryshimin. Dhe ti filloje të gjykoj që nisma jon arriti të bënte këtë, sepse demokracia e ushtruar direkt nga poshtë është demokraci që është funksionale, i shëndosh shoqëritë, domethënë. Kurse kjo demokraci që është tek ne, që ne japim votën dhe deputet të cilët na përfaqësojnë, pastaj janë të detyruar për shkak të urdhrave të partisë të ndryshojnë, kjo lë shumë për dëshiruar. Dhe besoj ky mund të jetë moment jashtëzakonisht i mirë për partitë për të shkundur. Por më vjen keq ta them, opozita ka marrë një goditje që Ramës as në ëndrrën më të qartur nuk do i shkonte në mend. Për mos thënë që mund të ketë tash edhe teori konspirative që edhe këtë mund ta ketë krijuar Rama për të hequr poshtë. Për të rritë pazan të Trumpi. Sepse goditje më të madhe se sa ka marrë opozita kryesore shqiptare nga këto Sot Bile Berisha deklaroi që jemi pro protestave, domethënë. Po, kjo ju kuptoni që është absurd, gati absurd që edhe te Kafka nuk e gjen dot. Sepse ka një paqëndrueshmëri politike ke protestat artikulohet kundër Berishës në çdo moment dhe kundër Ramës, kuptohet. Patjetër, Rama është kryefjale, po dhe ai është kryefjale fshehur, domethënë, për mos thënë është dhe ai kryefjale, janë bashkë kryefjale, domethënë, është kompozit kryefjale. E vërtetë është. Beni, duket që opozita shqiptare, domethënë, është jashtë loje. Është jashtë loje Berisha, i cili në fillim ishte i qartë politikisht, domethënë foli si një udhëheqës, pastaj ra prap në atë meskinitetin e vet që të mbajt paktën PD-n, tha. Si duket nuk i funksionon më strategjia, sensi strategjik. Kemi mundësinë e shehajt Lapajn, Qorin që po tentojnë të futen, po si duket nuk arrin të ndezin. Një
Gjithashtu kemi para aty grupime islamike për Gazën, për masakrën e Peshkëpis, për... Mendon që kjo protestë mund t'i shërbej bashkimit të këtyre partive të vogla dhe të krijojë një front? Nuk e besoj, sepse do kishte një lloj hierarkie të njerëzve që flisnin. Do kishte në këtë moment një kuadër, ose në mendimin tim, në Serbi quajtën pleniume. Ne të dy kemi kujtim shumë të këqija nga pleniumet, si u përmendët me drejtë vitin 74, që është pleniumi 4 që e trande Shqipërinë. Po pleniumet në kuptimin mirëfilli janë bashkime kolegjiale ku ti vendos. Unë këtë kam kërkuar, le mos ta quajmë, le ta quajmë një asamble. Asambleja është shumë e madhe. Ne dim sensin protagonist të shqiptarëve, le të futet një masë shumë e madhe, siç janë për shembull asamblet e ekipeve të mëdha të futbollit, të Realit Madridit ose Bayernit. Dhe nga këto asamble, vetë ata njerëz, të cilët ishin me emër, me mbiemër, të filtronin disa njerëz. Dhe nuk ka problem që ai njeri mund të jetë i grupimit në përkujtim të masakrës Peshkëpis, ose një pjesë nga Islami, ose një pjesë shumë. Por nëse do ditë të artikuloj për vendin dhe të adresoj problemin, pse jo? Le të jetë, le ta dëgjojnë njerëzit. Po në këtë mënyrë, vetëm të artikulosh kot për të mbajtur dhe për të treguar që ti aty, unë besoj që do krijoj lodhje. Dhe besoj që ka filluar të krijoj një lloj lodhje. Po ka filluar sepse përsëritja mund të jetë e mirë për të përsosur, të themi, mendjen ose kujtesën. Por përsëritja nga narrator të cilët thonë të njëjtat gjëra bëhet e lodhshme. Bëhet e lodhshme sepse krijon pastaj një lloj silogjizmi të lodhshëm që është rreziku të kalojë në një përshkallëzim dhune? Sepse mendojnë që dhuna mund të polarizojë shoqërinë. Por kjo kërkon atë që ju thash pak më përpara, që duhet ishte një grupim që t'i dilte përballë dhe duhet nxirrni njerëzit e parë simbolikat të tyre. Për shembull, ju e dini, lëvizjet që u bën dikur në vitet 60 në Amerikën Latine, u mbajtën gjallë me simbolin e Che Guevarës. Po Cheja edhe fliste mirë, edhe luftoi mirë, dhe fjalimi i tij në Kombet e Bashkuara si përfaqësues i Kubës ka qenë i jashtëzakonshëm, nuk e di nëse keni dëgjuar. Ka qenë i jashtëzakonshëm, i artikuluar qartë, drejt, saktë. Pra do me thënë, kësaj proteste, nëse ti nuk i bën një objektiv, le të bëjnë një asamble në fillim, një asamble njerëzish të nderuar. Kam idenë që të gjithë këta janë xhelozë ndaj një emri kryesor. Bravo, ky është thelbi. Që vuajnë protagonizmin e njëri tjetrit. Po edhe këto partitë vuajnë protagonizmin, këto që janë këto partiçkat, le të themi, edhe këto vuajnë protagonizmin që janë. Dhe kam idenë që Rama e ka kuptuar që këta nuk kanë as aftësi organizative dhe as aftësi programuese, derisa në dje në mbledhjen që bëri në Fier, kishte Belinda Ballukun. Çka ishte një karshillëk, ishte një shenjë force për t'ju them mendimin tim, mendoj se është e tepruar, zotila. E para në respekt socialistëve, e dyta për atë mbrojtje shumë të madhe që i kanë bërë një personi që i ka ulur shumë kreditet e Partisë Socialiste. Dhe Fieri, ju e dini, vërtet zonja mori një rezultat të jashtëzakonshëm atje, po ma besoni edhe ju po ta kishit drejtuar, mbase nuk do merrni taq, po besoj që do merrni shumë. Fieri është hambari i Partisë. E di, ka edhe më bëri përshtypje një status i Petro Koçit. Petro Koçit, po e lexova, po. Dhe kjo tregon që ka shumë aciditet brenda vetë Partisë Socialiste në Fier. Ka, po një pjesë të individëve të cilët nuk janë më pjesë të strukturave të tyre dhe nuk mendohet më që do rikthehen. Nuk mendon, besoj, zoti Koçi që do jepet mundësia të rikthehet. Jo, po gjithsesi shfaq një lloj i takon ta shfaqë. Është në atë zonë dhe keni parasysh ka luftuar në atë zonë. Fjala e luftimit është fjala më e mirë në vitin 97-98 që ka qenë tmerr, domethënë. Qartë. Beni,
Mendon që Rama, do më thëmë mua më bënd të dyshoj prania e Ballukut, mendon që Rama tërheq konkluzione nga kjo protest? Besoj që po. Po e mira e ti do ishte në këtë kohë, se ndoshta me Ballukun e bën edhe për të treguar që s'ka dobësi. Duhet ndaj diçka me ju. Nuk më ka pëlqyer fare qasja e zotit Rama me gazetarët e huaj. Nga gjuha e trupit, nga mënyra e sjelljes, kjo mënyra për mos qenë modest, për të parë gjithçka nga sipër, ndërkohë që përfaqëson një vend shumë të varfër. Momentalisht dhe një vend me probleme. Një vend tani që jemi në syrin e ciklonit, një vend me ndikime të huaja tash. Patjetër keni drejt për atë. Patjetër duhet të ketë ndikime të huaja. Duhet të jesh pak më modest, sepse ata janë zërat të mediave vërtet me shumë qasje në përbot. Më bëri përshtypje në shkrimi që bëri me kolegen tonë irlandeze. Atë Einsteini nuk do e bënte me atë lloj të vetë ndjeri. Ose nuk e di, nuk më shkon ndërmend një emër, ndoshta ndonjë artisti të famshëm ose nuk e di, të ndonjë personaliteti. Domethënë, kjo pjesa që ti duhet të jesh modest, i përulur, dhe mbi të gjitha, çfarë më ka bërë përshtypje, nga ana protokollare, ju e njihni shumë më mirë protokollin se unë, se keni përfaqësuar vendin tonë. Është e pamundur para gazetarëve tuaj të vishesh në atë mënyrë siç vishet zoti Rama. Është e pamundur në festimet e Partisë Socialiste, ka Partia Socialiste të pret të është mirënjohëse se ke dhënë 4 fitore për mos të veshur mirë. Sensin një mënyrë protokollare, ose ndoshta edhe sportive, po një sportive nderuese, sepse është 35 vjetori i partisë, ke vendosur të japësh të peshë, tregoj me veshjen tënde që vërtet e nderon. Dhe ato, të themi, nuk i shkon një kryeministri që ka 4 mandate, që ka pas presidencën e OSBE-s, që ka drejtuar një këshill sigurimi, paçka se një herë drejtoi pjesën inauguruese të Shqipërisë, që të bëj ato poza për blogerat shqiptar. Qofse ul nivelin kaq shumë është një problem i këshilltarëve fillimisht, edhe njerëzve që... Nuk mendoj që Rama ka këshilltar në këtë pikë, por edhe mua më bëri përshtypje, në fakt nga gjitha këto ajo që e pata problematike ishte paraqitja në Japoni. Sepse Japonia ka një protokoll perandorak të jashtëzakonshëm ku çdo gest ka kuptimin e vet. Doroni më shumë se këtë ja kam thënë dikujt gati me të njëjtën sintaks. Mos harroni, protokolli tyre dhe protokolli britanik është protokoll 1000 vjeçar dhe është protokoll perandorak. Eksakt. Do të thënë, ti mund ta bësh me Italinë, sepse janë njerëz që e pranojnë batutën, pranojnë humorin, kanë ato... Duhet të jesh i kujdesshëm me estetikën në radhë në këtë rast me Italinë. Por Italia është maja e estetikës në botë. Patjetër, por i falin dhe aberacionet ata sepse janë vetë të atill, më kupton. Dhe ata kanë bërë çuditëra në botë me Mussolinin, për shembull, një karikaturë e gjallë që nuk dhe po kombet kreative si duket i pas kanë këto shkarje. E vetmja gjë që më të kurri dhe që po t'isha këshilltari ti protokollar, do ishte i vetmi vend ku do ndërhyja, sepse Rama të gjitha këto, qoftë atë paraqitjen që bëri për influencerat, e bëri për atë fash të popullsisë që kënaqet që rri gjithë ditën në TikTok, njërin e tjetrën, ja mirë kuptoj edhe atë. Megjithse nuk do doja që ta bënte ky njeri i cili ka pasur gjithë këto poste dhe vërtet është i rëndësishëm se të ka quar 4 herë në fitore socialistët, është i rëndësishëm. Por e mirë kuptoj. Te Japonia do kisha marrë guximin t'i thoja qoftë edhe sikur të rrezikoja pushimin nga puna, sepse është një vend, janë 2 libra të mrekullueshëm që kam lexuar kohët e fundit, Kina shpjeguar perëndimit dhe njërin e bën Pino Arlekin dhe tjetrin e bën Federico Rampini për Japoninë, që tregojnë në thelb se cilat janë këto vende. Jem duke folur për ca vende me një trashëgimi 2500 vjeçare
të vazhdueshme, pa shkëputje fare. Domethënë dhe janë qytetërime komplet më vete. Ku nëse s'po hyj kësaj se do flisja shumë gjatë, do duheshin 3 emisione për të folur për ta. Rama ja ka dalë, por uroj që të kenë nxjerrë mësime nga kjo protestë dhe uroj Beni që protesta mos dali me një kokë banale në fund me shehajn, apo me lapajn, apo me qorin. Dyshoj sepse Zoti Lapaj ka bërë një sakrificë të jashtëzakonshme, gati Don Kishoteske për mua, dhe ju e dini, askush nuk e di ditën kur u largua nga protesta. Për një protestë gati vetanake me një grup njerëzish që janë për të lavdëruar për pjesën stoike, por në momenti kur iku nuk e kuptoj askush. Dhe kjo është atë pjesa e kulturës së protestave kene. Që në qoftë se ti nuk thash Shqipëri dhe kam dhirë s'të kuptova asnjëherë, kishte po shkonte drejt estradës. Po, dhe ti ku nuk përgatit një dokument, në këtë rast kjo protestë ka përgatitur. Dhe nëpërmjet dokumentave të ndryshme tregon curin e lëvizjes tënde, atëherë patjetër do devijosh në gjëra të tilla. Unë besoj që edhe për Zotin Shejaj është e vështirë, e pash në përballje me bashkëpatriotin e tij nga Vlora, që më shumë se sa duhet ishte kritik dhe të përfaqësonte tamam pjesën e asaj, e kaloi me një të qeshur, domethënë, dhe që personalisht nuk më pëlqeu. Mua më duke i trëmbu, në fakt të dy më duke të trëmbu në atë moment. Patjetër. Patjetër, ke drejt, po atëherë mos ju fut kësaj. Mos ju fut. Personazhi që u përballën është shumë serioz. Absolutisht. Absolutisht. Domethënë dhe ai dukesh ishte aq i qetë, ishte aq i vendosur, ishte aq i qartë, dhe mbi të gjitha mos gaboja ishte me dokumentat amerikane. Shiko, ka një lloj tymi mediatik që unë e kam studiuar si personazh dhe për faktin që shkoj në Vlorë dhe njoh shumë nga fisi i tij. Ato toka ku fliten janë rreth 50 trashëgimtar, ku një pjesë i kanë edhe me AMTP, një vilë e cila është në krah të vila të hotelit Zvërnesit, është vila atyre historike përpara brezave, vila e Verimit. Dhe kanë pafund. Ky është më i spikaturi, po ky nuk është i ndjekur për trafik droget. Nuk s'ka asnjë lloj ndjekje penale ose në po prandaj është edhe aq i qetë kur doli. Po pra, thjesht nuk vjen në Shqipëri sepse ka problemet e hasmërisë. Madje, sipas njerëzve të besueshëm që më ka thënë, konflikti me Zani Çavushin ka lindur pikërisht për tokat e Zvërnecit, sepse Zani ka shkuar, i ka rrethuar dhe ky i ka thënë, "Je duke rrethuar tokat e mia, ki kujdes." Nuk aty kanë lidhur për plasja, i kanë vrarë vëllain dhe dajën, dhe pastaj është saga e tyre. Po, por vjen keq të them, këtu dele i problemi i shtetit tonë pastaj, që ne po diskutojmë, në urën pak me protestën, po shteti mbas viteve 90 i përfaqësuar nga dy partitë ka shkaktuar më shumë dëme se sa shkaktoi komunizmi. Shumë të tepër. Patjetër, komunizmi i la letrën në rregull. Pjesa e pronave është. Po jo vetëm kjo, është edhe diçka tjetër që si duket edhe prandaj është revoltuar. Ky është unë pash vetëm pjesën që ma nxorën rrillsat, sepse aty janë shumë njerëz të tjerë të cilët i kanë ashiqare të falsifikuara dokumentat, dhe nuk kanë asnjë lidhje me atë zonë. Dhe prandaj si duket ka ardhur edhe kjo revolta e tij dhe dalja për herë të parë. Imagjinoni që kjo është dalja e tij për herë të parë mbas fotografia e fundit është diku nga vitet 96 që ky jep një skafi për aty. Ka një gap gati 30 vjeçar në daljet e tij në publik, edhe ka edhe një lloj, a ka dalë nga nervi, a ka dalë, nuk di t'i jap dum, sepse nuk e njoh nga afër. Shehaj të tjerë njoh pafund, se këta janë fis shumë i madh nga Kanina. Dhe kanë të thash vetëm aty në Zvërnec, zona janë 50 që kanë pronat e tyre, nuk është i ka vetëm ky. Madje kanë qenë dhe të internuar aty. Një pjesë i kanë marrë dhe AMTP, dhe janë mjek në Itali, janë një djalë, një Toni, ka emrin dhe kam komunikuar, shehu, është guzhinjer, shef guzhine, është... Pra ka shumë... Qërtë.
aty dhe ndoshta ka qenë një moment që i ka thënë edhe fisit, dilore se po na morën marrin nëpër këmbë, po na shkelin me këmbë, edhe kjo. Dhe pak me sa di nga gjuha e vlonjave, burra nuk para thonë ju kam xham. Kështu që mund t'ja kenë prunë majtë hundës, kur ju ka thënë ju kam xham. Por edhe vërteta është kjo, kur i hyn politikës, mos i hy me spekulime, mos i hy me populizëm, mos u hy të kalërosh turma, se pastaj të del një hund lesh. Nuk e besoj që është i aftë që të kalëroj turma. Kanë tentuar, të dy po tentojnë të kalërojnë turma, po më duket se gjetën të kalëroni një kalë gabuar. Ditët e para po tani nuk e besoj. Beni, të falenderoj për analizën e qetë. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Natën e mirë.